edhe gjyqi partizani dënon me vdekje. Wow. Po, se ne themi kështu, po e di që edhe balli kombëtar po të shikosh rregulloren e ballit kombëtar nga 21 a 22 masa 18-19 për tyre janë gjithmonë me vdekje, edhe balli kombëtar ndiqet një në rrugë. U largove nga vendoroja dënim me vdekje. Je në luftë. Një sekondë, më tregove një këtë se tani. Për vetëm një kishin vjedhur 100 apo vitsha kishin vjedhur, gjyqi partizan I dënoi me vdekje. Por Enver Hoxha duhet të jepte sikudo do thënë zbatimin e vendimit, fjalën e fundit. Edhe aty ku ishte Enver Hoxha, Dušan Mugosha, Mehmet Shehu, pra të gjithë drejtuesit. Edhe I shkon partizani dhe I thotë që shoku komandant, kështu vendimi u mor kështu, pra me vdekje. Edhe tani ju si thoni. Enver Hoxha sigurisht që kaloi në një moment po mendoj. Ndërkohë që I dhe Dušani thotë, po zbatohet vendimi padyshim thotë, morali partizane. Dhe Enver Hoxha nuk flet po I vë dorën në gjoks edhe e shtyn. Do thënë që mos fol, mos fol. Enveri ka shtyr Dušanin? Po, dhe Miladini tregon plot raste të tilla, kuptimin Miladini do thënë I tregon profesor Kristo në fakt, në kujtimet e tij. Dhe Enver Hoxha pyet partizanin, po si mendon ti, thotë. Dhe partizani me sa duket qelloi pak I gojë, thotë, po ne sot po them po krijojmë brigadën e parë dhe ta inaugurojmë me gjak partizani, thotë. Mos të ekzekutohen, morën dënim tjetër ata, një mas tjetër disiplinore. Do të thënë, nuk duhet shikojmë dhe po të lexojmë pashtu dhe profesor Kriston që kanë ditur disa muaj në një bazë I fshehur gjatë vitit 42 me Miladin Popovicin, e tregon në këtë marrëdhënie, ku Miladini veti thotë që ne vërtet jemi këtu për të këshilluar, por I na vijnë gjitha vendimet. A ju dëgjon? I thotë, a ju dëgjojnë? Komiteti qendror I thot Kristo Miladinit, herë na dëgjojnë, herë nuk na dëgjojnë. Pra, nuk duhet menduar sepse edhe këtu vim në atë pikën që duhet ta shikojmë më me kujdes e para për shkak të vërtetësisë historike dhe e dyta, po nuk është më dhe nuk është ndonjë kënaqësi e madhe për që qofsh edhe komunisti shash shqiptarët ti bërë si vegla diku tjetër. Sa ka vrarë? Kështu që jam I mendimit që sa interesa kishin që të dy, përsa I përket interesave jugoslave, po kaq mirë edhe Enver Hoxha diti me të dy të luaj dhe të marrë përfitimin e tij politik. Sa ka vrarë Dušan Mugosha? Sa shqiptar ka vrarë Dušan Mugosha? Unë nuk mund të them dot numër, por Dušan Mugosha ishte gjakatar, e ka treguar gjatë kohë sepse Dušani kështu bëndarja, ishte I terrenit, Miladini ishte I letrave, pra ishte I intelektuali që Sa ka vrarë? Po nuk të them dot. Po flas një historian serioz tani, unë besoj shumë ty. Po se nuk jam marrë ndonjëherë të numëroj. Ajo dëshmia e Xhelal Saraveckës Po ngel një dëshmi, por që 70 sa thotë Dušan 70 Mugosha të vrarë atje në kanal. Të them është që dhe më shumë po të kishte vrarë, prapë do kishte ngelur ndoshta I kënaqur, sepse I tillë ishte. Pra ishte I tillë. Madje po të duash përderisa jemi duke folur për ta të dy, është ata që ka gishtën vrasin e shokut I dhe Miladin Popovicit. Dušani? Po, jema e Miladinit nuk e priti Dušanin në varrim. Nuk pranoi që Dušani merrte pjesë. Po kjo është një histori që na largon. Është e zbardhur vrasja e Miladin Popovic për ty? Për mua është e zbardhur, për mua është përdorur siç ndodh rëndom dora një shqiptari për interesat jugoslave. Pra shërbimit të shtetit jugosllav ose nuk është për mosmbajtjen e fjalës së tij që jo për Kosovën. E dokumentuar është që 3-4 javë para se të vritej, Miladin Popovic në Beograd me Titon ka bërë një debat shumë të ashpër për sa I përket Kosovës dhe I ka thënë, unë po perifrazoj tani, që u dhe fjalën shqiptarëve të Kosovës vendosjen tani mbaje fjalën. I ka thënë Miladini Titos. Jo se I donte shqiptarët, se ne nga ashtu besonte si internacionalist që ishte, mendonte që çfarë I tha Tito? Po sigurisht që u debatua dhe në mënyrë të befasishme mbas 3 javësh vritet. Po Dušani si përfundoi? Dušani u bë pra në këtë kohë nuk u bë zvendësi Miladinit, zvendësi Miladinit pra u bë ish ministri I brendshëm malazes, por Dušani që zvendësi I tij. Ama realisht Dušani ngeli në Kosovë gjithmonë violinë e parë, po e përdor në aspektin. Deri në cilin vit? Deke natyrale, nuk ka psuar gjë. Jo, s'ka psuar gjë. Por për ta mbyllur këtë gjë së rëndësishme, vrasja e Miladin Popovicit u shfrytëzua jugoslavët për të bërë terror në shqiptar dhe po të duash, ky terror ka të bëjë edhe me masakrën e Tivarit.
Kështu që ngjarje janë. Thua kështu ti, thua kështu, prita dalë frenoje, prita. Se në ekran. Ferit e mugja. Jo, pritani, domethënë gjithë masakrat e Tivarit është bërë si justifikim kuazi. Nga dalë ty se unë e di që ti e kap dhe e di, por për dhe mund ta shndrojmë po duash edhe me kolegë në debat, vrasja e Miladin Popovicit është shfrytzuar për terror ndaj popullsisë shqiptare të Kosovës deri në Tivar. Tani, pyetja ime është, pas këtyre dyve Vukmanović Tempo, si funksiononte? Largimi i të dy dhe këtyre ndodh në gusht të